Mendon që duhet ta ndjekim edhe ne atë shembullin e Holandës? Patjetër, edhe Spanjës, nëse s'gaboj, po, patjetër. Mendoj që është gjenerata Z që nuk është si kjo gjenerata e millennials, gjeneratës të cilës i përkas unë, në të cilën ajo ideologjia, kur unë kam hyrë në tregun e punës, pra që bëhet fjalë për fundin e viteve 2000, ka qenë që të jesh workaholic është një plus, është një vlerë dhe kjo balanca midis punës edhe jetës kohës së lirë nuk ekzistonte pothuajse fare. Ti merrje vlera nëse ti ishe i çmendur pas punës dhe ishe i dedikuar mbas punës dhe kjo multitasking apo sakrifikimi për të rritur në karrierë ishte diçka për cilën fliteshe shpesh, shkruheshe në për mediat e kohës, ishe i pari i kompanisë, po të shikoje emisione televizive, ishte si tematik pra e përfolur, ishte pjesë e diskursit publik. Dhe mendoj që ajo ka çuar një pjesë të mirë, pra kjo modus operandi ka çuar një pjesë të mirë të gjeneratës tonë në burnout. Dhe këtë gjë nuk e shoh te gjenerata e re, gjenerata Z, për cilën kam një simpati shumë të madhe, sepse më duket sikur në një farë mënyre kjo është një gjeneratë e cila është më e vetëdijshme për veten e vet. Ka më shumë informacion, ndoshta mund ta ketë informacionin e fragmentarizuar ose të atashuar me ndonjë lob ose me ndonjë agent, ka që inflamim kështu. Por është një gjeneratë e cila është rritur me internetin, me komunikimin online, pra që arrin në mënyrë shumë të shpejtë të organizohet, të kaloj lajmin, të krijoj narracionin, të krijoj mitin. Dhe është një gjeneratë e cila duke pasur më shumë informacion është më sensibël ndaj çështjeve që kanë të bëjnë me drejtat e njeriut, që kanë të bëjnë me ambientin, pra me një botë më të shëndetshme dhe më të mirë ku pikërisht kjo balanca nga e nisëm bisedën tonë, punë dhe jetë private dhe personale ose jetë është më e barabartë, është më e balancuar dhe i bën njerëzit të jetojnë më mirë. Dhe sondazhe të ndryshme, po ndiem mirë se fakti përkas gjenerata. Ju jeni Gen Z. Jo, ne të dy jemi millennials. Kurse unë jam Gen Z, kështu që tani po të mos kisha këtë pudrën e vendosur, do më shihni të skuqur, ndodh gjithmonë. Më pëlqen si gjeneratë. Po e vëre edhe ka edhe sondazhe të ndryshme në fakt që tregojnë edhe tendencën që kanë gjenerata Z me tregun e punës. Pra, nuk duan më të jenë njerëz të cilët marrin ca detyra, i kryejnë ato, kalojnë gjithë ditën në punë, po jo, kanë edhe shpirtin kundërshtues, nuk lejojnë që në një farë mënyrë diçkelen të drejtat. Për ta hequr qafe. Mendoj që kjo është një mënyrë shumë e mirë për ta shprehur. Duan të punojnë, duan të japin ngjyra nga personaliteti i tyre, nga mënyra se si ato e shohin botën dhe është një mënyrë krejt e re se si kjo gjeneratë sheh botën, sepse gjenerata të cilës i përkasim unë dhe ti, ka jetuar si në mes, me një këmbë këtej dhe një këmbë atej. As këtej as andej ndërkohë. Dhe as këtej as andej, duke u përshtatur tek gjeneratat paraardhëse që kanë qenë shumë tradicionale, duke munduar të jesh aktiv dhe të hysh në këtë treg pune shumë dinamik. Dhe për mendimin tim ne kemi pasur më të vështirë. Unë jam shumë dakord me ty se unë për veten ndajem në 7 pjesë të punë, Zhak, është një jetë e tmerrshme. Dhe jo vetëm me punën, po mua më bën përshtypje edhe një gjë tjetër, se duket sikur flas me superlativa për gjeneratën më të bindur, më të shtruar, më të nënshtruar. Ndërsa kjo gjenerata e re nuk pranon rregulla aq konformiste dhe të strukturuara aq të ngushta, pikërisht sepse kanë nevojë të jetojnë edhe jetën e tyre. Më ka bërë përshtypje shumë se kjo gjenerata e re, gjenerata Z duket sikur po i ndryshon pak edhe brezat e mëparshëm. Pra, nëse dikur për mamin tim ti tregoje diçka që të ka ndodhur që lidhet me një raport dashuror, me një ngacmi apo ndonjë gjë tjetër. Nuk e di çfarë gjenerata është mami jot. Po, çfarë keni ngrënë? Pastaj prindrit dhe fëmijët të edukohen së bashku. Mendoj që ti duke u rritur një fëmijë mëson të prindërosh dhe viceversa. Unë Zhak jam tek brezi që kemi ngrënë shapkën. Jo, në familjen time jo. Kanë qenë të rrept, pra ne kemi pasur një orar, të cilin babai im e nxirrte ditën e hënë me se si do ishte organizuar dita dhe ne ndiqnim orarin, sepse ai ishte një njerëz që kishte shumë autoritet, por në të njëjtën kohë ishte edhe shumë liberal. Unë faktin që jam njeri liberal
liberal në konceptin evropian, jo liberal në konceptin amerikan. Ka dallim ashtu është. Po, mendoj që është sepse kam pasur një baba progresiv, i cili më ka mbështetur që në fillimet e mia kur kam qenë fëmijë, që të jem një zë apo një fëmijë guximshëm, të them ato gjërat që mendoj, të them gjërat që më pëlqejnë dhe gjërat që nuk më pëlqejnë, dhe të mos kem frikë nga ajo që do dëgjoj pas shprehjes time apo pas deklaratës time. Në fakt mua ti më duket shumë Gen Z, ç'është e vërteta. Jo. Njoh shumë Gen Z dhe më ngjan shumë me ata. Shiko, Mbase ata nuk e kanë formimin tënd, qartë se vjen edhe përvoja edhe leximet, të gjitha, po them në qasje, në të shpirtin rebel more. Kur kam qenë vajzë e re, pra, kur kam qenë adoleshente ose në të 20-tat e mia, e fillova të kuptoj se çfarë ishte ky konflikti që ekziston midis gjeneratave. Dhe këtë konfliktin midis gjeneratave, që është në një farë mënyrë i trashëguar që unë kam parë edhe te gjeneratat paraardhëse, pra që ti gjithmonë thua për gjeneratën që provjen nga akta të rinj të sotëm, sa shumë që bëjnë, nuk duan të punojnë, janë përtas, janë të zhurmshëm, janë kështu, janë ashtu, nuk janë të dedikuar siç kemi qenë ne, nuk i përgjigjen prindërve ashtu siç jemi përgjigjur ne. Mendoj që është energji e humbur kot, sepse ky komunikimi ndërbreznor është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, pikërisht për atë që sapo ti përmende, për eksperiencën jetësore, për këtë bagazhin jetik dhe jetësor njerëzor, që ti duhet t'ia përcjellësh brezit tjetër, që në një farë mënyrë ke për detyrë t'ia përcjellësh brezit tjetër, pra dhe të krijosh ti si adult apo si rritur këto urat e komunikimit ku brezi tjetër duhet të kapet ose duhet të shoh modelet e veta. Pra ti si i rritur që duhet ta krijosh situatën, ambientin, atmosferën, dimensionin që brezat e rinj të ndjekin ty. Nëse brezat e rinj janë të dështuar, ata janë një produkt i yni, i brezave paraardhës, pra të dështuar i bie që jemi edhe ne. Dhe kjo në fakt duket sikur kemi mënyra se si e shoh unë këtë komunikimin midis brezave dhe qasjen ndaj brezave. Bën sens, po ka një vështirësi këtu se duket sikur kemi një përmbysje të gjitha vlerave Zhak. Pra nuk dim se çfarë urash komunikimi të ndërtojmë më, se urat e komunikimit po them ndërtohen midis njërës vlerë dhe vlerës tjetër, vlerës së vjetër edhe vlerës së re. A kupton? Me kohën. Duket sikur jemi kështu me një turavrap drejt nihilizmit total dhe kjo e bën shumë të vështirë edhe atë urën e komunikimit. Jo, nuk e mendoj kështu. Mendoj që ka një erozion të autoritetit ose një shpërndarje të ndryshme të autoritetit. Pra, nëse deri dje, sepse ka internetit, hyrja e rrjeteve sociale ka ndryshuar shumë komunikimin njerëzor, njerëzit, shoqëritë, media, institucionet, politikat, qeveritë. Mendoj që ka një shision, pra një shpërndarje të autoritetit, dhe nëse më përpara pika referimi ne kemi pasur shtetin, institucionet, familjen, kishën, tani nuk i kemi më këto, po kemi internetin, ChatGPT-n, influencerat, kreatorët, rrjetet sociale, dhe mendoj që kjo ka krijuar një disbalans. Por them që si në çdo tjetër, si në çdo treg kaotik, në një farë mënyrë do kemi një mbigopje dhe do vetë rregullohet ky kaos që është krijuar për momentin. Pra do lind nevoja që të krijojmë një hapësirë e cila na vendos prapë në një terren. Sigurisht kjo nuk mund të ndodhë në mënyrë autonome, patjetër që duhet të ketë disa inpute. Dhe patjetër që këto inpute duhet vinë nga ato që më përpara kemi pasur pika referimi, ose këto inpute duhet të vinë nga ato institucione ose pika ose aktor interesi që kanë pushtet. Dhe që mund ta bëjnë këtë. Në fakt, meqense ti fole pak për Gen Z, edhe unë këtu doja që ta vazhdoja. Dhe pastaj ky ndryshimi i rrjeteve sociale, pra në median tradicionale që unë dhe ti kemi përjetuar, me cilën unë dhe ti jemi rritur, ne në një farë mënyre kemi qenë si vështrues, observator të një akuariumi njerëzor ku gjërat kanë ndodhur dhe ti çfarëdo lloj mendimi që të kesh pasur për atë gjë, ja ke thënë personave që ke pasur në muret e shtëpisë, dhe ajo gjë është zhvilluar
ka jetuar dhe vdes aty brenda mureve të shtëpisë. Dhe kjo mendohet që është një komunikim jo demokratik që ti ke me media. Pra media flet dhe të servir atë që ti do dhe ti nuk ndërhyn dot, po duhet të bësh vetëm një gjë ta konsumosh. Ndërkohë media sociale, rrjetet sociale, interneti kanë dhënë idenë që secili njeri është i rëndësishëm, mund të ketë një dritare, mund të komentojë, mund të lërë një like, një koment dhe ai like-u, ai komenti fillojnë e kanë rëndësi, sepse ai like, ai komenti çfarë bëjnë? Bëjnë që publikimi të jetë viral dhe tashmë lajmet nëse në të kaluarën ti thoje një lajm i keq është një lajm i mirë sepse nëpërmjet atij do shes, tani kjo nuk ekziston më si e dhën, por thuhet një lajm viral është një lajm i mirë sepse ai lajmi hyn brenda një algoritmi të caktuar. Prandaj tashmë janë njerëzit, lajkat, mendimet e tyre, produkti janë të gjithë në këtë ballo të madhe, në këtë treg të madh ku rëndësi ka ai që do klikohet sepse ai që do klikohet do gjeneroj para. Dhe kjo ka sjell këtë situatë kaotike dhe ato që ti thua zhvendosje, ato që ti thua vdekje të modeleve. Por unë mendoj që është një ndryshim autoriteti dhe një zhvendosje e modeleve, po jo që s'ka modele. Dhe është algoritmi shumë i rëndësishëm tani i cili të propozon ty si i ri content, përmbajtje mizogjene, raciste, homofobe, nëse ti je i atashuar në ndonjë lloj mënyre në personazhin tënd virtual në këtë drejtim dhe content tjetër nëse ti je atashuar me një drejtim tjetër. Po shiko çfarë bën kjo punë e algoritmit, është shumë interesante. Algoritmi është personal për gjithë secilin, sepse ti e ke personalisht përpara teje ekranin e telefonit, unë po ashtu Viola, çunat dhe kjo prandaj thash të propozon ty. Ato kontentin që ai mendon që ty të intereson. Ti je një djalë i gjeneratës Z që ke klikuar një herë Andrew Tate, i cili është një influencer mizogjen që për momentin është në nënhetime për përdhunim dhe për trafikim të qenieve njerëzore, kontenti i cili do të propozohet ty në rrjetet e tua sociale do jetë ky. Dhe ti sigurisht do të ndikohesh nga ai kontent, sepse studimet në ditët e sotme e kanë treguar se sa shumë ndikojnë rrjetet sociale në shëndetin mendor dhe në sjelljet sociale ose antisociale, jo vetëm të fëmijëve apo të adoleshentëve apo të rinjve, por edhe të adultëve. Po shiko pa ku është problemi i kësaj. Mendoj unë tash, hajde ta diskutojmë. Problemi i kësaj është që këndvështrimi për botën i gjithë secilit është tejet personal. Pra është shumë e vështirë që ti të krijosh një organizëm, po them, këndvështrimesh, që të çosh përpara për shumë politika progresiste apo çdo lloj politikash, po them, sepse ti ke një këndvështrim që është krijuar nga algoritmi yt, unë kam një këndvështrim që është krijuar nga algoritmi. Që nuk është asnjëri plot i bazuar në literaturë. Pra neve nuk shohim asnjëherë të njëjtën gjë. Pra, a e pamundson kjo në dhe prandaj ka kaq shumë nën rryma të ndryshme dhe ti nuk e kupton realisht njerëzit, a janë liberal, a janë konservator, a janë të majt, a janë të djathtë, a janë të hapur, a janë të mbyllur. A e pamundson kjo aktivizmin politik, aktivizmin të cilës do natyrë tjetër. Ose nga ana tjetër, a nuk është pozitive që kemi kaq shumë këndvështrime të ndryshme? Nuk e pamundson, sepse kemi parë protestat në Filipine, në Itali për çështjen e Gazës, në Peru, në Marok, në Nepal, në disa nga këto protestat organizuara nga gjenerata Z kanë arritur që të rrëzojnë qeverinë dhe të krijojnë një qeveri të re në Discord. Kështu që në Discord shumë interesante. Biles këto protestat e gjeneratës Z po quhen si protestat arabe, pranverës arabe në vitin 2010, e njëjta gjë po quhen pra i njëjti kuptim po i jepet edhe këtyre protestave duke i quajtur pranvera e gjeneratës Z. Ti mendon që algoritmi ka një problem real me progresin, po them? Pra algoritmi është më shumë i fokusuar tek eficienca, ta bëj diçka eficiente, ta bëj të shitshme, ta bëj të shikueshme. A mendon që i prish punë, po themi, një politike progresiste algoritmi? Po. Patjetër që po, sepse varet se kush qëndron pas algoritmit dhe cilat janë të dhënat me të cilat ushqet algoritmi. Sikurse ChatGPT-ja im. ChatGPT-ja im është i trajnuar nga unë.
pra me pyetje mbi të cilat unë ja ke drejtuar, trajtoj, pëlqej, lexoj, studioj, flas, diskutoj, botoj, postoj, dhe çati e di që unë jam një grua liberale. Po. Dhe sigurisht që çati ka prirje që të jetë njësoj si unë liberal. Dhe nëse unë i bëj çatit një pyetje pa kontekst, përgjigjja që do jepet nga çati do jetë një përgjigje e cila mua do më pëlqej. Pra, një përgjigje të bazuara në vlera liberale dhe progresiste. Konteksti është ndërtuar tashmë. Eksakt, është ndërtuar gjatë komunikimit tuaj. Gjatë komunikimit tuaj, pra është ndërtuar tashmë. Dhe nga ana tjetër, patjetër që inteligjenca artificiale, këto zhvillimet e teknologjisë janë e mirë që na kanë ardhur shumë në ndihmë, por kanë edhe ato efektet negative. Do doja të pyesja patjetër lidhur me këtë. Është ai libri Brezi i Ankthit që unë ja këshilloj të gjithëve i botimeve Pegi. Sapo kam nisur ta lexoj dhe nis me një metaforë shumë të bukur për të bërë një krahasim se si duhet ta shohim ne zhytjen në botën e internetit apo të rrjeteve sociale pa kontroll dhe pa informacion, sigurisht edhe të prindrit, sepse prindrit jemi ky brezi që nuk jemi rritur në kohën e smartphone-it, e internetit, po të telefonit klasik. Dhe thoshte krahasonte me ikje në Mars, pra vjen fëmia im në shtëpi dhe më thotë që në klasën e vet po bëj një grup fëmijësh që t'i çojnë në Mars, mirë po nuk ka informacion si do ikin në Mars, çfarë do ju ndodhi atyre në Mars, forca e gravitetit në Mars, a do ndikojë te kockat e tyre, a do ndikojë në mirëqenien e tyre, a do plaken ata organet e tyre më shumë. Dhe e njëjta gjë thoshte ajo, është edhe kjo lejimi apo lundrimi i fëmijëve të sotëm, por edhe i adultëve në botën e internetit pa kontroll dhe pa rregulla të qarta. Pra është si një udhëtim në Mars, që nuk e di ku po shkon dhe çfarë po bën. Dhe nuk e di se si do kthehet fëmia yt, nëse do kthehet mirë nga gjendja apo jo i shëndetshëm. Dhe di realisht mua më shqetëson, të paktën mua personalisht, më shqetëson më shumë aksesi që të rriturit, adultët, ata që kanë një moshë tashmë kanë tek rrjetet sociale dhe ndodh shpesh që të bëj një krahasim mes komenteve. Bota e të rinjve është shumë mirëkuptuese dhe zakonisht shumë e sjellshme edhe tek ajo gjë që nuk bien dakord. Dhe pastaj thjesht ndeshesh me ca komente ofenduese, denigruese ndaj një personi të cilin as nuk e njeh, as nuk ka bërë asgjë në jetën tënde. Shiko, komentet janë gjithmonë një reflektim apo një pasqyrim i asaj që ne kemi brenda dhe të asaj që ne kemi jetuar. Dhe sa më i frustruar të jetë njeriu, aq sidomos pastaj i personazheve ti ndërlidhesh me atë personazhin, identifikohesh te diçka dhe nëse te një pikë, te një element, te një ngjyrim, te një deklarat, pra ke një çast identifikimi dhe në momentin që kjo marrëdhënia imagjinare që ti ke krijuar shkëputet, ti nuk mund të jetosh sepse kjo marrëdhënie ty të ushqem, pra qoftë kjo pozitive apo qoftë kjo negative, kështu që prandaj ti e ke të nevojshme sepse do ndihesh më mirë nëse këtij njeriu të ja the të vërtetën tënde. Pra ti do ndihesh më i moralshëm, do ndihesh sikur ke bërë diçka, ke çuar drejtësi në vend, nuk e ndetur me duar të kryq pa bërë asgjë, pra ti e ke hedhur një gur në një kala e cila do ndërtoj themelët për një shoqëri të fortë.